besoj që Agemaliu. Pse? Se më të mirë s'ka këtu në Fejzaj. S'ka më të mirë. Jo. Na tregot 3 projektet më të mira që i ka bën. Për projekti që e ka bën në Kalimin, Po. rrugë ka shtru shumë. Përshëndetje, jemi në emisionin 05, jemi në qytetin e Ferizajt. Jam sot këtu për pyetjen, kush duhet të qeverisë qytetin e Ferizajt në 4 vitet e ardhshme? E besoj që Agemaliu. Pse? Se më të mirë s'ka këtu në Fejzaj. S'ka më të mirë. Jo. Na tregot 3 projektet më të mira që i ka bën. Për projekti që e ka bën në Kalimin, Po. rrugë ka shtru shumë. Okej. Edhe... Tani më një. Hajt një më. Ko shumë, po një po tani më një. Cëllë? Stacionin e autobusit. Stacionin e autobusa besabes se pa dalë për mendve, Do të thonë këto 3 ja për të kujtuar momentalisht. po momentalisht që ta. Ki një urem, një përshëndetje për kryetarin. Po, inshallah zoti mas pari jep shnet, e ka sukses. Faleminderit shumë. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë, çdo të mirë. Respekt.